Si që dini sot bëhet një muaj nga seanca e pare Kuvendit të Kosovës, të cilën e kam thirrur me 15 prill në përputhje me kompetencat kushtetuese, por fatkeqësisht edhe pas 16 përpjekjesh nuk ka pasur rezultat në konstituimin e Kuvendit. Mos konstituimi I institucioneve mund t'i duket dikujt se dëmton vetëm politikan apo parti të caktuara, megjithatë, pasojat kryesore I bardh vendi ynë dhe të gjithë qytetarët tanë pa dallim. Kjo është edhe arsyeja pse në zbatim të kompetencave kushtetuese që I takojnë institucionit të presidencës, kam ftuar sot partitë kryesore politike apo bartësit e koalicioneve dhe pak më vonë do ta kem edhe takimin me partitë e komuniteteve jo shumicë për të diskutuar rrugën përpara sa I përket konstituimit të Kuvendit. Kushtetuta e Kosovës ndër parimet themelore parashes se parimi ndarjes së pushteteve apo parimi I kontrollit dhe balancit është një ndër vlerat dhe parakushtet të funksionimit kushtetues të institucioneve dhe një ndër shtyllat që parashihet aty është edhe legislativi. Në situatën aktuale me mungesën e kuvendit funksional por rrezikohet ky parim kushtetues. Prandaj edhe sot në takimin e parë kam inkurajuar liderët e partive politike që në funksion të realizimit të këtij parimi kushtetues të gjejnë zgjidhje të përbashkët për konstituimin e Kuvendit, që përveç se do të siguronte funksionimin kushtetues të institucioneve, po ashtu do të hapte rrugë edhe për krijimin e qeverisë së re. Në këtë takim, fillimisht janë ftuar, siç e përmenda, subjektet kryesore parlamentare apo bartësit e koalicioneve, dhe më vonë do të takoj edhe liderët e partive të komuniteteve jo shumicë dhe pastaj edhe bazuar në kërkesat që vinë do të takojmë edhe liderë të tjerë. Më lejoni të sqaroj se ky është vetëm takimi I parë dhe natyrisht nëse shihet e nevojshme nga java tjetër do të takoj edhe liderët e partive individualisht për të vazhduar pastaj edhe me formate të tjera sipas nevojës. Po ashtu sa për sqarim, këto nuk janë konsultime për krijimin e qeverisë së re, me që siç e dini këto ekskluzivisht I takojnë negociatave ndërmjet partive politike dhe institucioni I presidencës nuk është institucion që përfaqëson ndonjë parti, por përkundrazi. Pra diskutimet e sotme, s'paku nga ana ime, kanë qenë të fokusuara në tërësi tek çështja e konstituimit të Kuvendit si një ndër shtyllat kryesore të funksionimit kushtetues të vendit tonë. Çfarë kam përmendur gjatë takimit e që dua ta them edhe sot është që disa prej pasojave me të cilat po ballafaqohet vendi ynë dhe qytetarët tonë nga mos konstituimi I Kuvendit përfshin zvarritjen e panevojshme të procesit të disbursimit të mjeteve financiare nga plani I rritjes BE-s, llogaritën diku afër 900 milion euro. Do të ishte përfitimi I Republikës së Kosovës, sikur Kuvendi I Republikës së Kosovës ta ratifikonte instrumentin apo marrëveshjen mes Kosovës dhe BE-s për disbursimin e këtyre mjeteve. Disbursimi I parë është në vlerën prej 61.2 milion euro, kurse përfitimi total I Republikës së Kosovës shkon afër 900 milion euro, që në fakt e bën Kosovën per capita vendin me përfitimin më të madh nga projektet e Bashkimit Evropian, të cilat sa I përket planit të rritjes nuk preken nga masat e BE-s. Pra menjëherë do të ishte përfitimi dhe jashtëzakonshëm do të ishte përfitimi I vendit tonë dhe I qytetarëve tonë. Pastaj dëme tjera përfshin zvarritjen e panevojshme të proceseve që do të mund të çonin tek antarësimi qoftë në organizata, qoftë në iniciativa të tjera të natyrës ndërkombëtare, zvarritjen e miratimit të ligjeve të cilat janë të domosdoshme për ecjen përpara të vendit tonë dhe mbrojtjen e interesave të qytetarëve. Pastaj është edhe dëmtimi besimit të qytetarëve në institucione, një prej prerogativave kryesore që e forcon demokracinë në vend, por edhe dëmtimi I imazhit të shtetit tonë ndërkombëtarisht. Tani unë dua që në fakt I përgëzoj të gjithë liderët pjesëmarrës për qasjen e tyre konstruktive përgjatë këtij takimi, sado që kishin qëndrime të ndryshme në shumicën ndërmuese të temave, siç e dini edhe ju vetë, megjithatë me një qasje konstruktive dhe secili prej tyre treguan vullnet të mirë që të gjendet një zgjidhje përpara që të konstituohet Kuvendi sa më parë dhe të kemi një legjislativ funksional. Nëse mund ta them kështu, ekziston një disponim minimal I cili jam e bindur që do të rritet me kalimin e kohës, e cila shpresoj shumë nuk do të jetë shumë kohë e gjatë. Por
çka ka dëshmuar takimi sotëm është se dialogu politik, dialogu konstruktiv, dialogu bazuar në parimin e respektit të ndërsjellë është i domosdoshëm. Është i domosdoshëm për vendin tonë, është i domosdoshëm për institucionet, është i domosdoshëm që të shihet dhe të ndihet nga qytetarët tanë, dhe është i domosdoshëm edhe për imazhin që e krijon Kosova botërisht, pra në arenën ndërkombëtare. E dyta, meqense ka interpretime të ndryshme edhe rreth procedurave dhe rreth parimeve politike që duhet të respektohen në rrugën përpara, diskutuam edhe për zbrazësirat kushtetuese që kanë mbetur nga gjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014. Siç e dini, ai gjykim nuk ka përcaktuar ndonjë afat kohor për proceset sa i përket konstituimit të kuvendit, dhe ka gjëra që janë sqaruar shumë mirë, ka gjëra që tani janë subjekti interpretimeve të ndryshme. Si presidente kam shpreh gatishmërinë pas diskutimeve me liderët në këtë takim të parë që të shohim rrugën përpara nëse është e nevojshme. Megjithatë, për momentin mendoj që duhet të vazhdojmë përpjekjet për krijimin e institucioneve me vetë vullnetin e partive politike, por nëse kjo zvarritet shumë deri në përmasa që edhe më shumë dëmtohet interesi i vendit, janë disa opsione. Një opsion është që vetë deputetët ta shfrytëzojnë këtë të drejtë që u jap neni 113 i kushtetutës. Deri tani OAK-ja ka kontestuar një vendim, por që lidhet drejt për së drejti vetëm me formën e votimit, jo domosdoshmërisht për procese tjera. Mënyra tjetër është që unë si presidente e Republikës të shfrytëzoj prerogativat kushtetuese dhe t'i drejtohem gjykatës kushtetuese. Sot ajo çfarë kam shprehur para liderëve është që nëse do të kishte pajtim edhe nga ana e tyre, unë nuk kam ndonjë problem që ta dërgoj këtë çështje në gjykatën kushtetuese, nuk pat ndonjë kundërshtim nga asnjëri prej tyre. Megjithatë, ne do të presim nëse ditët në vijim do të rezultojnë me marrëveshje politike ose arritje të një marrëveshje më të gjerë për konstituimin e kuvendit, para se të procedojmë me diçka të tillë nga institucioni i presidencës. Natyrisht se si do të veprojnë deputetët, unë nuk mund të komentoj për momentin. Pra, takimet do të vazhdojnë, diskutimet do të vazhdojnë, dialogu politik është i domosdoshëm edhe për ta tensionuar, do të thoja, situatën politike në vend, sepse vetëm kështu arrihet edhe konstituimi institucioneve dhe stabiliteti politik në vend, siç e kemi parë edhe në të kaluarën. Shumica prej jush i keni përcjell zhvillimet politike në Kosovë që një kohë të gjatë. Kurse sa i përket involvimit gjykatës kushtetuese, si presidente pra kam shprehur gatishmërinë, nuk ka pasur ndonjë kundërshti nga partitë që të shfrytëzohet një kompetencë e tillë, mirë po do të shohim nëse ditët në vijim partitë politike do të arrijnë ndonjë pajtim sa i përket konstituimit të kuvendit. Pra, deri këtu jemi për momentin, tani e kemi pas pak takimin me komunitetet jo shumicë, por për atë takim do t'ju njoftojmë ndërkohë nëpërmjet zyrës tonë për media, kurse për takimet nga java e ardhshme tutje, pastaj për secilin prej tyre do të njoftoheni për rezultatet. Tani marrim pyetjet tuaja. Presidente Shqipëron Gjema prej Kallxo.com, e përmendet disa herë që ky është takimi i parë, do të ketë takime të tjera, edhe që ka pos disponim minimal. Po ashtu nga liderët që kanë dalë kanë folur edhe për media, u përmend edhe që ka pos mungesë të tymit të bardhë, që do të thotë se nuk ka pos dakordancë. Që po t'ju disponimin e liderëve, a ka ndonjë dakordancë për ndonjë çështje, apo nuk ka dakordancë për asnjë çështje? Po ashtu është fol kogja shumë gjatë ditëve edhe për një opsion tjetër që ju nuk e përmendet, për opsionin e zgjedhjeve. A është diskutuar ky opsion gjatë këtij takimi, apo të paktën në këtë çështje janë dakorduar të gjithë liderët që nuk ka nevojë për zgjedhje të tjera, edhe mundet me pas zgjidhje të ngërçit politik? Unë e përmenda që pavarësisht dallimit në qëndrime, diskutimi ka qenë me respekt të ndërsjellë dhe ka qenë konstruktiv. Ndoshta për shkak të përvojës së gjatë që kam në politik, kam pa lloj-lloj takimesh në atmosfera të tensionuara, me mos pajtime tepër të mëdha, dhe ky nuk ka qenë i tillë. Pra ka qenë
një takim konstruktiv, qofse mundem me quajtur, por timi i bardh do dal vetëm atëherë kur kemi konstituim të kuvendit. Akoma nuk jemi në atë pikë, sepse vetë liderët besoj e kanë sqaruar kur kanë dalë nga ky takim, sepse nuk e kanë parë nëse janë deklaruar, por po supozoj që janë deklaruar që nuk ka pajtim final rreth konstituimit të kuvendit. Disponim minimal e thash në kontekstin që vullnet ka tek të gjithë liderët për të gjetur zgjidhje përpara dhe për të dëgjuar edhe ide të reja, prandaj edhe kjo çështja e dërgimit në gjykatë kushtetuese nga ana e institucionit presidencës sot e kemi diskutuar për herë të parë. Nuk ka qenë qoftë nga partitë politike, qoftë nga unë si presidente shtyrë përpara si ide, sepse shpresa ka qenë që kuvendi konstituohet më shpejt, jo që kemi nevojë të vim deri këtu, ku ka kaluar 1 muaj nga seanca e parë. Sa i përket zgjedhjeve, të gjithë jemi pajtuar që, siç e dini, kushtetuta parashet që zgjedhje mund të ketë në disa raste, në qoftë se 2/3 e kuvendit vendosin dhe votojnë për shpërndarje të kuvendit, në qoftë se dështojmë në zgjedhjen e qeverisë, dhe në qoftë se ka pastaj vot mosbesimi ndaj qeverisë, janë këto opsionet. Për momentin pa konstituim të kuvendit nuk mund të shkohet te asnjëra nga këto 3 opsione. Pra edhe në qoftë se partit pajtohen mes vete për me shku në zgjedhje, fillimisht duhet me u konstitu kuvendi. Dhe tek pas konstituimit pastaj ka qoftë vot për shpërndarje të kuvendit dhe pastaj unë si presidente caktoj datën e zgjedhjes, qoftë nuk arrin ndoshta me i bo numrat, edhe pse kjo nuk është çështje që unë mundem tash me përcaktu se a bëhen numrat për qeveri apo jo, mirë, po kushtetuta parashet që nëse nuk bëhen janë afatet e caktuara brenda të cilave unë detyrohem si presidente me quvendin zgjedhje. Por parakusht për këtë është konstituimi i kuvendit. U fol që nëse shkohet shumë gjatë, mund të vijmë në një pikë ku liderët duhet të ulen dhe të pajtohen për zgjedhje, mirë po edhe për këtë parakusht është konstituimi i kuvendit, pra pa u pajtu për konstituim të kuvendit s'mund të pajtohen as për zgjedhje. Kjo është pak a shumë situata jo vetëm politike, por edhe kushtetuese, sepse kushtetuta nuk lejon pa pas konstituim të kuvendit që të ecim përpara me zgjedhje. Pra as unë si presidente, se unë e di shpeshherë kemi pyetje edhe nga qytetarët, edhe nga të tjerët, pse s'pe dërgon vendin zgjedhje, përveç që unë mendoj që nuk ka nevojë vendi për zgjedhje shpesh për arsye të stabilitetit politik e tjera shpenzimeve të shumta, po kjo është çështje tjetër. Në qoftë se kanë vullnet deputetët e kuvendit e Kosovës, ata mund ta imponojnë një proces zgjedhor të hershëm, por paraprakisht duhet patjetër të konstituohet kuvendi. Unë nuk mund ta ushtroj një detyrë të tillë, pra shpalljen e zgjedhjeve pa u plotësuar kriteret kushtetuese. Për momentin nuk janë plotësuar ato kritere. Përshëndetje, Blerta Dalloshi, TVK në Shqipëri. Presidente, me gjithë optimizmin tuaj, liderët e liderët e ish partive opozitare do të thotë ishim pesimist se mund të ketë një marrëveshje, pavarësisht sipas tyre vullnetit që kanë shfaqur, hodhën akuza te lideri i lëvizjes vetëvendosje që nuk e ka me urgjencë këtë çështje. Ndërsa shfaqën shpresën pothuajse të gjithë që ju do ta dërgoni çështjen në kushtetuese, do ta shfrytëzoni të drejtën për të dërguar çështjen në kushtetuese. Sa do të jetë afati kohor që do t'i jepni partive politike për t'u pajtuar për konstituimin e kuvendit dhe pastaj për ta shfrytëzuar të drejtën për ta dërguar në kushtetuese, sepse ata thanë që spaku lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës tha që lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti nuk po e konsideron urgjencë çështjen e krijimit të institucioneve. Tani edhe për nga natyra e personit edhe institucionit, unë kam më shumë dëshirë që të kemi optimizëm, jemi të gjithë njerëz që jemi në politikë që një kohë të gjatë, besoj që e dojmë Kosovën të gjithë, prandaj edhe nuk e shoh të pamundur gjetjen e zgjidhjes për konstituimin e kuvendit, përkundrazi, mendoj që kur ka vullnet politik, natyrisht zgjidhja arrihet shumë shpejt për disa orë, por kjo s'do të thotë që jemi afër në asnjë moment, prandaj edhe fola për optimizëm apo disponim minimal, por ashtu fillojnë gjanat e mira. Fillojnë me optimizëm minimal dhe pastaj rritet dhe në fund gjendet zgjidhja. Sfidat janë të mëdha, nuk është që nuk po i pranoj apo që i injoroj. Megjithatë, sa i përket afatit, unë nuk mund t'jap për momentin afat, sepse varet edhe nga shumë
zhvillime. Unë I përmenda në takim disa prej afateve që I kemi rreth proceseve që involvojnë kuvendin, që kërkojnë kuvend funksional, qoftë sa I përket disbursimit të mjeteve të para, të planit të rritjes, qoftë sa I përket tazëm organizimin e lojrave mesdhetare, shumë çka tjetër, këto janë procese historike për Kosovën dhe tepër të rëndësishme dhe askush nuk guxon t'i rrezikoj ato, sepse do të ishte edhe në kundërshtim me vullnetin e qytetarëve tanë të rrezikohet vendi ynë. Por afat nuk mund të jap për momentin, do të shohim si shkojnë zhvillimet, në qoftë se arrihen numrat e nevojshëm për konstituimin e kuvendit shpejt gjatë javëve në vijem mirë, në qoftë se jo prap do t'i takoj liderët politik dhe edhe çështja kur ngritet në gjykatën kushtetuese do të jetë diçka që bëhet edhe me pajtimin e tyre. Unë sot pash pajtim të plot nga ata që I takova, nuk është që kishte ndonjë kundërshtim, por kjo është edhe kompetencë kushtetuese e presidentës. Thjesht unë nuk kam dashur që tani të ndërmarr një hap që mund të shkaktojë më shumë polarizim se sa unifikim, ajo nuk është çka I duhet Kosovës, mirë po nëse shihet e nevojshme, sepse asesi nuk po dalim nga kjo blokadë, atëherë nuk mund të lejojmë rrezikim të interesave shtetërore, por duhet patjetër të ecim përpara. Por mos harrojmë që edhe vetë deputetët e kanë një të drejtë të tillë nga neni 113, ku mund ta kontestojnë çdo vendim të gjykatës. Me 10 nënshkrime mund të kontestojnë brenda 8 ditësh, me mos gabosha 30 ose 40 nënshkrime mund të kontestojnë vendime brenda 6 muajsh, 1/4 e kuvendit. Pra e kanë këtë drejtë edhe vetë deputetët, por e kam edhe unë si presidente jam shumë e vetëdijshme për ta ushtruar këtë kompetencë kushtetuese, do të pres edhe pak në qoftë se do të arrihet numri I nevojshëm I votave që kërkohet për konstituim të kuvendit. Por për momentin nuk mund të jap afat, megjithatë nuk është që do të presim për gjithmonë, sepse siç e thash është Kosova dhe qytetarët tanë që po dëmtohen. Ende nuk jemi aty, çka do doja të them është kjo. Unë si juriste mund ta kem kështu të qartë se çka do doja ta pyes gjykatën kushtetuese, sepse e di në detaje se çfarë ka mbetur e pasqaruar nga viti 2014 e tutje. Megjithatë, si presidente e Republikës së Kosovës, do të sigurohesha që kur të dorëzohet një lëndë e tillë në gjykatën kushtetuese të jetë më neutrale. Kur dorëzohet ajo nga deputetët edhe jap një drejtim të caktuar, mirë po kur dorëzohet nga presidentja, është domosdoshme që edhe pyetja të jetë më neutrale, që jap hapësirë të nevojshme gjykatës kushtetuese që të sqaroj sa më shumë tema, që mos të vim më në këtë pikë, se s'është hera e parë që institucionet e Kosovës janë në këtë pikë, por do t'ja lija kohës, sepse është edhe një rast I OAK-s, mos gabosha me disa deputet tjerë, në gjykatë kushtetuese ku është kërkuar sqarimi rreth votimit të fshehtë apo jo, a lejohet, dhe do të varet edhe nga ajo që e thot gjykata kushtetuese në këtë aktgjykim, sepse ndoshta shumë çështje që për momentin janë të paqarta do të sqarohen aty dhe nuk do të mbetet shumë pastaj për tu trajtuar më vonë, por megjithatë ta presim një herë atë aktgjykim dhe pastaj flasim për pyetjen, sepse sa I përket pyetjes është kufizuar ajo kompetencë e presidentës më herët, mirë po presidentja ka të drejtë që çdo vendim të kuvendit ta ndërgojë në gjykatë kushtetuese brenda afatit prej 6 muajsh, pra do të duhej një vendim të dërgohej për interpretim. S'dua ta përdor gjuhën ta atakoj vendimin, sepse kjo bëhet me qëllim të mirë, jo për të thënë që dikush ka gabuar, por për çështjet konkrete, sepse nuk do të jetë vetëm një aty, për çështjet konkrete që do të kërkohen të interpretojë gjykata në momentin që e kemi atë dokumentin që ose vjen deri te ajo pikë, atëherë patjetër që do t'i ndajmë edhe me ju. Nuk do t'ishte korrekte që unë tani ti citoj se çfarë ka thënë secili prej liderëve, është më korrekte që ata të deklarohen se çfarë kanë thënë, çfarë propozimesh kanë dhënë, si kanë pritur, mirë pritur, apo si kanë mirë pritur propozimet e njëri tjetrit, kështu që nuk isha dashur me komentu këtë çështje, ju kisha lutur që për pyetje të tilla t'i drejtoheni më mirë liderëve që kanë qenë këtu. Kështu që sa I përket rolit tonë si presidencë, ne do të vazhdojmë takimet, dialogun politik dhe përpjekjet që sa më parë që t'jetë e mundur të kemi kuvend.